qenë! Rama jepe dorëqen! Ditën e djeshme, për shkak të marshimit janë proceduar penalisht 16 qytetarë. Unë e di se në fakt ato procedime janë medalje për secilin qytetar. Edhe procedimet penale të atyre jo vetëm që nuk na pengon, po na frymëzojnë. Ne jemi këtu që të nxjerrim fytyrën e vërtet të këtij piktori, diktatori i vogël. Nuk duhet të harrojmë diçka, se ky piktori i madh është thjesht një diktator i vogël. Jo për ju, po identifikohem jo për ju, por për patronazhistët. Quhem Ramis Zula, 71 vjeç, inxhinier ndërtimi në Provin. Këtë demonstrat, këtë protest e filloi Zvërneci. Zvërneci, Ramës, Fytingeci. Diktatori Rama thotë, nuk ka projekt, nuk ka lejë ndërtimi, nuk ka preventiv. Unë si inxhinier, nuk taj më anullo projektin, anullo vjedhjen, anullo vjedhjen. Unë të pas, se ky thot, dhe jam 4 miliard dolar që të kishin. Unë ka punu dhe në pozicion që ka punu investimet huja bankersit. Ka 25 vjetë vetëm me humje dhe ka 110 milion euro që këta dun t'ja falin prap. Pra, qa ka përfitu? Asë që? Tërshi? Po, Edi Rama je menageri më i kesh i buqetit shtetit. 260 milion euro i ke për vitin 2025. Unë tërshi si përfajsun si pensionistëve. Që është hajtu të është? Kur vjedh pensionistët nga jo mundë së në Matjan, ne e qujnë bratës. Janë bratës. Unë u bëjthirje. Pensionistët 450.000 në dali të kështesin të protest se më kesh të për të bo ashtë njëherë të sa janë. Sot. Pra, unë jam nga ato pensionistë që punoj dhe deri sot kam pagu sigurime shoqërore për kohën e pensionit 2 milion lek të cilët po i vjedh dhe çdo fund muj edhe po vdiqa të vjedh edhe 31 lek. Po. Edi Rama, ti je gjithë që shtuqujnë këti popli. Unë i bajthirje një miku tim, profesor Lush Sustaj, që të mqejni doktor veterinar, që t'i hundin një laqin që kritikin ma para, që do me api gjaku të elfu. Rofshi ju, rofsh Qipria, rofsh Rinia, pari një nuk ka Qipri. Rama bur Berisha bur! 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 Ju erdi fundi! Ju erdi fundi! Shiko, këtë vend për 36 vite njerëzit nuk janë gjuar.
Edhe kjo është një nga arsyet pse radha dhe mikrofoni është jashtëzakonisht e madhe. Njerëzit duan të flasin për gjithçka, prej hallëve tyre personale e deri te projektet politike. Ndaj kërkojmë falje secilit që duhet të çojë çdo fjalim, por nuk kemi çfarë bëjmë. Njerëzit duan të flasin, kanë 36 vite që si çon njeri. Duhet respektojmë secilin që ka diçka për të thënë. Vëllezër shqiptar, sot nuk jam këtu për kërkuar mëshirë, jam këtu për kërkuar drejtësi. Prej 17 ditësh jam në zysh me të betej kundër një pushteti që ka marrë frymën mbi popull. Dhe sot po ju flas si një njeri që prej 3 vitesh lufton me kancer. Por trupi im është në luftë me smundjen. Por shpirti im Por shpirtim është në luftë me një kancer më të madh, me padrejtësinë, me korrupsionin dhe me shkatrimin e Shqipërisë. Nëse unë me dhanje, me plagë dhe me kohë të vjedhur nga jeta, mund të qëndroj këtë ditë e natë, atëherë ju pyes, çfarë na pregon ngrihen e gjithë? Që sot unë nuk do largohem nga ky shesh. Që sot, unë nuk të nërgon nga ky shesh. Do të jem këtu ditë e natë, derisa kjo tokë të dëgjoj zërin tonë, sepse nuk kam më luksin pres, as Shqipëria nuk ka luksin pres. Ose sot grihemi, ose nesër do t'jetë tepër vonë. Jani në mua, mos u bisti, mos u tramni. Ky plera nuk je përheqet kur, për që se nuk rrim këtu. Shqipëria nuk shpëtohet me frikacak, por nga ata që sakrifikojnë. Rrëf Shqipëria, prani ju. Ky burr, deri ditën që largohet ky burr këtu, e keni të atë shkallë. Do të qofsh atë mirë gjithë. Kush do të lejtë mua mira? Nga thirrje që qova sot kur po vazhdonim ishte e Tirana o tradhtor, me Shqipëri mos bëj pazar. E Tirana o tradhtor, me Shqipëri mos bëj pazar. E Tirana o tradhtor, me Shqipëri mos bëj pazar. E Tirana o tradhtor, me Shqipëri mos bëj pazar. Ju përshëndes të gjithë.